Grupi parlamentar i Partisë Demokratike përmes një letre drejtuar ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe delegacionin e Bashkimit Evropian kanë ngritur shqetësimin mbi ndryshimet e propozuara nga kryeministri Edi Rama në rregulloren e parlamentit gjatë asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste në 11 shtator. Në letrën e shkruar nga kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, theksohet se asnjë deputet opozitar nuk ishte pjesë e këtij grupi pune, ndërsa i quan propozimet si të njëanshme. Propozimet e njëanshme të bëra nga kryeministri Rama përfshinin rritjen e numrit të komisioneve parlamentare nga 8 në 11, si dhe shkrirjen e komisionit për integrimin evropian me komisionin për punët e jashtme. Komisioni i ri për Evropën dhe punët e jashtme do të drejtohet nga mazhoranca socialiste, një devijim nga tradita e gjatë parlamentare dhe praktika demokratike. Sipas Bardhit, heqja e drejtimit të Komisionit për Integrimin Evropian përfaqësuesve të opozitës dëmton procesin e integrimit dhe përjashton opozitën nga ky proces.